Partia Socialiste, qysh në kryet herës nuk ka lëvizur asnjëherë asnjë milimetër nga vija e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar. Dhe për këtë ka plot shembuj që mund të merren, por shembulli më kuptim plot e madje ulëritës në sensin negativ është shembulli që dallon si ditën me natën Partinë Socialiste me kundërshtarët e saj politik. I dallon si dita me natën sepse siç ka ndodhur në historinë e këtyre 35 viteve dhe vazhdon të ndodh dhe sot. Partia Socialiste gjendet përballë një fronti kundërshtarësh që nuk lën gjë pa thënë ndaj përfaqësuesve të saj. Nuk kanë lënë gjë pa thënë në kryet herës, nuk lënë gjë pa thënë sot dhe nuk do të lënë gjë pa thënë deri kur do të jenë ata që janë humsit kronik dhe shpirti i shkatërimit në politikën shqiptare.